Po tash do të jesh i mençur që është koherente si gjë, por që nuk ka lidhje fare me politikë dhe me asnjë lloj përgjigje nga këto ditë të fundit. Do më ndaj kom shi garant. Gjitar që sulmon duke mët me thonj nga fyti. Gjitar. Urdhë? Me thonj nga fyti. Çka ku çetër. Tigër. Jo po qim. Tigër Luan. Ja. Ashtu apo janë në dhëmat atë. Po ja po nuk ka lidhje me kafsh, gjitar, me njerëz. Me njerëz që sulmon në vampir. Ja. Jo, vampirët kanë dhoma, ato kanë shënë nuk. Po kanë dhe thonë që ti nguli e pastaj apo s'ka, varet çfarë. Po mirë, një sekond na japin ndihmë por. Fillon me, është 1 2 3 4 5 6, ka një më të shkronja, fillon me Erion, me Veliaj. Erion Veliaj. Po ju shifni këtu. Si Erion Veliaj. Po s'lidhe kishte kjo apo? Çfarë ju gjitar që sulmon na fyti? Po pra me thonj. Po është pra ka dalë ky përgjime pra që kishte thonë asaj grës vet që unë do t'ia fus aty ulsi manjë thonj. Se gjitar është përgjim, ai na gjitar në emër. Po jo gjitar apo tash mos e fut. Po gjitar jena, gjitari hy ai që ushqe fëmijën e vet me qumësh. Gjitar janë balenat ta gjona. Pse Erion Velia ushqe fëmijën e vet me qumësh? Po gjitar që ai s'ka qumësh ti apo Ku e diti? Edhe mu. Lesa. Ja, e mbyllim.